Çfarë po ndodh me jetën e natës aktualisht? Momentalisht si viti i ri, domethënë që ka ardhur tashmë është ka ra pak qetësia. Domethënë edhe vetë kam dashur pak edhe unë personalisht qetësi edhe për momentin jam shkëput, sidomos këtë muajin janar, edhe nuk e di se çfarë do bëhet dhe me shkurtin pasi fillojnë dhe festat fetare, Ramazani edhe janë disa faktorë domethënë që ndikojnë shumë jetën e natës në Tiranë. Për arsye të ndryshme, po që sidomos në të tilla rrethanash kur viti i ri mbaron është gjithmonë një lloj pauze që të kapet dhe zgjat 1 muaj deri në 2-3 muaj është pak në ndërlikume. Nëse jemi në dhjetor dhe në një klub natë, në një festë caktuar që bëhet nga inta deri të shtun, ka 1000 persona. Sa persona ka në shkurt? Që vazhdon dhe muaji Ramazan. Mund të ketë 30%. 20%, 30% është mirë bilës. Më shumë mund punojnë venet e vogla, domethënë diskoteka që janë me gjëra minimaliste, po që klubet që janë luxury ose premium sigur i kemi ne, ja, nuk është vendi i dur, domethënë. Aktualisht cilët janë këngëtarët që pëlqejnë më shumë për momentin, cilët janë trend, ka një emër të ri që ka dalë dhe që pëlqejnë në jetën e natës? Këngëtarët gjithashtu kanë pas edhe këtë gjën së fundit, domethënë i ka kapë edhe këta pauza e këtij viti të ri. Po momentalisht është vetëm Dafina siç ka qenë, vazhdon të jetë edhe pjesa tjetër pastaj është me ritme të dobta, domethënë duhet ta gjejmë veten gradualisht edhe me depërtu sa më shpejt. Kanë ardhur ditë këqija. Vlero ishte një nga këngëtarët që është përfolur shumë ditët e fundit për shkak të martesës së tij të tretë. A është aktiv në jetën e natës siç ka qenë dikur? Për sa i përket jetës natës, Vlero me thënë drejtën në Tiranë nuk para ka performu, domethënë më duket e kam dëgjuar vetëm një herë dhe kam rastis në një ditëlindje, po që në klub jo. Domethënë do ishte sugjerueshëm shumë edhe për Bleon edhe për artistë të kohës të viteve 2000 që kanë debutuar në forma shumë madhore, do ishte mirë që një rikthim i tyre domethënë do ishte duhet ishte sa më shpejt. Edhe në fakt në klubin aktualisht ku kam pas punuar unë, ne domethënë do bënim një event ku në plan supozohet që të janë artistët e viteve 2000. Kjo ishte një ide domethënë që i kishim para janë 2 muajve, po që besoj pavarësisht se unë momentalisht jam në marrëdhënie të shkëputura, ideja është që ata besoj patjetër që do ta vazhdojnë si trend, sepse u bë shumë virale dhe ishte shumë e suksesshme. Edhe sidomos për artistët që ishin të këtij niveli, domethënë ishte një nostalgji, edhe vendi vet mori emrin nostalgji, edhe kishte goxha sukses. Edhe si ashtu besoj do kenë edhe të tjerët, sepse janë gjithë organet vjetra të cilat dalin pa prap. Ergyn ju thashë që Dafina pëlqehet shumë në jetën e natës, në klubet e natës, pse preferohet kaq shumë këngëtarë nga Kosova? Përgjithsisht artistët nga Kosova janë ata artistë që investohen më shumë edhe për muzikë edhe edhe nga ana komerciale dhe nga ana artistike, sepse shpenzojnë shumë për të bërë ato projektin që kanë ndërmend të bëjnë, edhe në fund ditës projekti dhe produkti final që ata nxjerrin është goxha premtues. Flas për një pjesë të mirë se ka dhe normalisht ka dhe projekte që ngelen aty, domethënë edhe kanë atë momentin e vet që nuk shpërndahen fare. Po që rasti Dafinës apo i Kreshës, mund ta quaj unë, është gjithmonë 19, domethënë të dy bashkë ata e majnë si tregu kosovar e majnë në kurriz. Pastaj për sa i përket artistave të kohës, po ashtu të këtyre, ideja është ka ulje ngretje, po mos shumti ka nevojë për tu ngretë me vërtet, për të ardhur nivelet që kanë qenë. Qartë, po besoj që kënë Big Brotherin? Se kush nuk ka djeg këtë kohë, po komentojnë shumë edhe Big Brother i Kosovës, po edhe Big Brother i Shqipërisë që paralelisht të dyja janë duke aderuar. Në fakt unë nga pak i kam ndjek të dyja të them drejtën edhe mund të diskutojmë diçka, po gjëra përgjithshme në përgjithësi, edhe duke llogaritur që dita tash është Big Brother nuk është më në ato nivelet që ka qenë, edhe nuk e di në fakt ka ndiku mua, apo njerëzit në përgjithësi nuk e kam pa shumë në një arsye konkrete për ta ndjek gjithë kohës. Unë asnjëherë nuk e kam ndjek gjithë kohës, më ka pëlqyer shumë si
variant, domethënë televizive dhe si emision, edhe si reality show funksionon në formë shumë të mirë që është e drejt për drejt me shoqërinë edhe shoqëria duhet të marrë mesazhet e duhura, gjë që këtë vit në fakt është pak shoh që ka pak mangësi. Ti ergyn në kontakt të afër dhe me VIP-at për shkak të edhe të punës që bëj edhe do bësh në vazhdimsi. Sa VIP-a ka brenda Big Brotherit të Kosovës dhe Shqipërisë? VIP-a në kuptimin e plot fjalës. VIP-a që të them VIP-a, domethënë fjala VIP very important person. Patjetër, po që problemi është që është i koncept shumë i gabum mes krahasimit të një njeriu që është publik edhe një personi që është VIP. Sepse personi publik është dikush që del aty në Instagram dhe bën jetën e gjithsekujt, domethënë nuk është bën gjë të madhe. Edhe mund të jetë publike sepse mund të ketë një aftësi të caktuar që të bëj për të qesh njerëzit apo që të bëj të ftoj njerëzit te një budallik të caktuar, domethënë që njerëzit ta ndjekin gjatë gjithë kohës. Kurse ti je VIP është diçka më ndryshe, domethënë ti ke lënë një ndjesi te njerëzit, je marrë me diçka, ke shpëtu botën apo çon si ka, domethënë ti mund të jesh VIP doktor për shembull. Doktori është ndër profesionet për mua më të rëndësishme që ka shoqëria, polici, doktori, po që çka ka bër një polic apo doktor është diçka tjetër, pastaj varet se ku e ka çuar ai aftësinë e vet. Domethënë që ta përkthej shkurt, nuk ka rëndësi se çfarë bën, rëndësi ka se çfarë jep ti për atë që bën. Edhe varet edhe njerëzit se sa kontribuzi e ti te ata. Sa persona ka aty që 3. Mund ta quaj 3. Ju i njëni personazhi që thash pak më herët nga VIP-i i Kosovës dhe i Shqipërisë, sa real janë ata dhe cili duket falso nga ato të paktën që ti ke njohur dhe ato që janë në shtëpi? Limi, rasti konkret që ju edhe e keni dhe. Jo, limin më na lu se limin e kena tonin. Edhe unë fakt sa original është Limi? Limi është ident sigurisht aty ke shtëpia, ashtu është edhe në studio, edhe kur del, edhe kur ha pimet. Është djalë shumë i mirë edhe ju uroj suksese. A është 100% original? Po. Patjetër. Gjithsekush i ka atë formën e vet, domethënë se si mund të jetë Ergyni apo kushdo në publik, normalisht do ruaj ato barrierat e veta, po që patjetër që do japi veten e vet. Kjo është më e mira, domethënë që duhet ndodhi. Po që gjithsekush i ka momentet e veta, domethënë mënyrën se si e interpreton veten e vet, me familjen, me shoqërinë apo me publikun, secili e trajton karrierën në format e veta. A është Limi flirtues, njëjtë siç është Big Brother edhe në jetën reale? Nuk e di, këtë kjo pjesë nuk du me cek se është gjë personale.